Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim si komunikohet për herë të parë me një mace. Përgjithsisht, macet janë shumë të dashura me njerëzit. Ato janë shumë miqësore. Disa raca macesh janë shumë të dashura. Ato nuk i ndahen njeriut dhe e ndjekin atë nga dhoma në dhomë. Tonkinese është raca që mbahet si më e dashura. Maceve të kësaj race u pëlqen të rinë në praninë e njerëzve. Kur jemi në një hapësirë me një mace të re, qasja e duhur është me rëndësi të madhe, pasi jo vetëm do ta ndihmojë macen të ndihet rehat, por siguron dhe kujdestarët e saj se gjithçka do të shkojë mirë, dhe se nuk do të lindin situata të këqija. Shumica e maceve preferojnë të ndërtojnë një marrëdhënie me një person të ri sipas kushteve të tyre. Kjo është natyra e tyre. Është ajo që themi shpesh, macet na zgjedhin ne nuk i zgjedhim ato. Që t'i afrohemi një mace ashtu siç duhet, është e rëndësishme të respektojmë kufijtë e saj, veçanërisht kur nuk e njohim mirë atë. Dhe kjo ndodh sepse kur një mace takon një person të ri, ajo ndihet e cënuar dhe është dyshuese. Kur kujdestarët e saj nuk janë aty ose janë në një hapësirë tjetër, atëherë macja do të ndihet dyfish e cënuar. Gjëja më e rëndësishme është që të mos afrohen njerëzit të parë tek macet, por t'i lënë ato që të vinë vetë tek ai. Shumica e maceve janë natyrshëm të kujdesshme dhe mund të duan ta vëzhgojnë njeriun së pari nga larg ose nga lart përpara se të afrohen. Njerëzit nuk duhet që të bëjnë lëvizje nervoze ose të paduruara, apo zhurma të forta që mund ta trembin macen, as të vrapojnë që ta përqafojnë atë. Ata duhet të lëvizin me qetësi, të mos e shikojnë dhe të mos e kushtojnë vëmendje, në mënyrë që ajo të kuptojë se nuk është në rrezik dhe të presin që ajo të afrohet. Macet mund të dallojnë shumë mirë humorin e njerëzve përreth tyre, prandaj duhet folur me një ton të butë dhe qetësues dhe duke përdorur emrin e tyre ëmbëlsisht. Është gabim që shumë njerëz zakonisht nga gëzimi kur takojnë një kotele e therasin me zë të lartë emrin e saj. Pavarësisht se sa të emocionuar që jeni, duhet që të mos e tregoni këtë emocion. Relaksoni dhe qëndroni shumë të qetë. Macet na tregojnë shumë nëpërmjet mjaullitjeve dhe gjuhës së trupit të tyre. Nëse e shohim që shqetësohen papritur dhe ngren veshët, duhet menjëherë të ndalojmë përkëdhelit dhe të largohemi ngadalë. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Nga ana tjetër, nëse kotelja duket se ndihet rehat me ju, nëse ajo mjaullin, ju përkëdhelet, ju fërkon kokën dhe ju ndjek nga mbrapa, mund të vazhdoni ta përkëdhelni dhe të bashkëveproni me të. Nëse një mace afrohet, zgjatini dorën ngadalë dhe me qetësi, që ajo të nuhas. Unda e një maceje ka aftësi të jashtëzakonshme dhe mund të nuhas ushqim në një distancë të madhe. Këtë gjë e tregon edhe momenti kur një mace që fle zgjohet menjëherë dhe vjen me vrap në momentin e përgatitjes së ushqimit. Duke i afruar dorën, ju i lejoni një maceje të njohë aromën tuaj. Është një shenjë e shkëlqyer nëse ajo fillon të mjaulli dhe të fërkojë kokën afër jush. Kjo do të thotë se ndihet rehat në praninë tuaj. Një mace përkëdhelet ngadalë dhe me qetësi. Përkëdhelja e maces bëhet e koka dhe të shpina. Duhet që të shmanget menjëherë prekja e bishtit dhe pjesa e barkut, edhe nëse është e shtrirë përmbys. Këto janë zona të ndaluara për shumicën e maceve. Macet janë të llojeve të ndryshme. Disa mund të përshtaten shpejt me praninë e njeriut, ndërsa disa të tjera mund të duan më shumë kohë. Macet pëlqejnë të bëjnë gjëra sipas kushteve të tyre dhe kënaqen kur respektohen kufijtë e tyre.
Macet shpesh prezantohen si të pakujdesshme. Shumë prej tyre, thon njerëzit, nuk interesohen për pronarët e tyre dhe nuk zhvillojnë lidhje të ngushta me ta. Megjithatë, ulumtimet e reja tregojnë se macet tona mund të na njohin nga aroma jonë dhe jo në mënyrën që e imagjinoni më parë. Ulumtimet e mëparshme kanë treguar se vetëm 54% e maceve mund t'i njohin njerëzit e tyre nga fytyra. Një studim i ri i botuar në revistën shkencore PLOS-ONE ka treguar se macet mund t'i njohin njerëzit e tyre nga aroma e tyre. Kjo është një aftësi e pastudiuar më parë, që mund të ofrojë njohuri të rëndësishme në marrëdhënien njeri-mace. Macet nuk janë aq indiferente ndaj njerëzve siç mendohet ndonjëherë. Nga ulumtimet e dim se ato mësojnë emrat që u japim, zhvillojnë kode të veçanta komunikimi me njerëzit e tyre dhe shumica zgjedhin në mënyrë shoqërore ushqimin e dëshiruar. Sipas një studimi të ri, tani e dim që macet mund t'i njohin njerëzit nga aroma e tyre, ashtu siç njohin macet e tjera në rrethin e tyre shoqëror. Studimet kanë zbuluar gjithashtu një veti që macet të nuhasin aroma të njohura me frymën e majtë të hundës dhe aroma të panjohura me frymën e djathtë të hundës. Edhe pse ky është një zbulim i çuditshëm, është një model që është vrentur edhe tek qentë. Ulumtimi sugjeron se preferenca e hundës mund të tregojë se macet përpunojnë informacione të reja, duke përdorur hemisferën e djathtë të trurit të tyre, ndërsa hemisferën e majtë e përdorin për informacione rutinë. Macet përdorin shqisën e tyre të nuhatjes për të mbledhur informacione rreth botës dhe për të komunikuar me njëra tjetrën. Ato shpesh shkëmbejnë aroma, duke fërkuar faqet dhe duke u kujdesur për njëra tjetrën. Kjo është një mënyrë për të njohur macet e tjera që i përkasin të njëjtit rreth shoqëror, për të ruajtur bashkëpunimin në grup dhe për të identifikuar macet e panjohura ose kafshët e tjera që përbëjnë një kërcënim dhe që duhet që të shmangen. Aromat e njohura mund ta qetësojnë një mace, duke zvogëluar ankthin dhe stresin, duke i dhënë asaj një ndjenjë sigurie. Nëse vini re se macja juaj është e distancuar dhe sillet si e huaj kur ktheheni në shtëpi, kjo ndodh sepse ju mbani një herë karakteristike tjetër. Pasi të keni bërë një banjë me produktet tuaja të zakonshme dhe të keni veshur rrobat e shtëpisë, kafsha juaj ka të ngjarë të ndihet më rehat pranë jush. Nëse macja juaj kalon më shumë kohë duke nuhatur dikë tjetër, kjo nuk do të thotë që ajo preferon atë person më shumë se ju, por se aroma e tij është më pak e njohur për të dhe ajo duhet të mbledh më shumë informacion rreth atij personi. Ekziston një formulë thjeshtë për llogaritjen e moshës së maceve e krahasuar me atë të njeriut. Supozohet se një mace e moshës 1 vjeçe është ekuivalente me një njeri të moshës 15 vjeç, dhe një mace e moshës 2 vjeç është e barabartë me një njeri të moshës 24 vjeç. Tabela për llogaritjen e moshës së maceve na tregon: mosha e maces 1 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 15 vjeç. Mosha e maces 2 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 24 vjeç. Mosha e maces 3 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 28 vjeç. Mosha e maces 4 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 32 vjeç. Mosha e maces 5 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 36 vjeç. Mosha e maces 6 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 40 vjeç. Mosha e maces 7 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 44 vjeç. Mosha e maces 8 vjeç
është e barabartë me moshën e njeriut 48 vjeç dhe mosha e macës 9 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 52 vjeç. Jetëgjatësia mesatare e maceve është 17 vjeç, por theksojmë se kjo është në varësi të racave të maceve. Përveç tabelës së maceve, ekziston edhe tabela që paraqet moshën e qenit të krahasuar me atë të njeriut. Mosha e qenit 1 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 12 vjeç. Mosha e qenit 2 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 24 vjeç. Mosha e qenit 3 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 28 vjeç. Mosha e qenit 4 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 32 vjeç. Mosha e qenit 5 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 36 vjeç. Mosha e qenit 6 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 40 vjeç. Mosha e qenit 7 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 44 vjeç. Mosha e qenit 8 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 48 vjeç dhe mosha e qenit 9 vjeç është e barabartë me moshën e njeriut 52 vjeç. Jetëgjatësia mesatare e një qeni është llogaritur rreth moshës 13-14 vjeç, por theksojmë se kjo është në varësi të racës së qenit. Sa më i madh jetë në trup qeni, aq më pak kohë jeton. Qentë femra, sipas studimeve, jetojnë më gjatë.